Ja ku jemi rikthyer bashkë me zonjën Vjollca për të sjellë tani recetën tjetër dhe për të përfunduar të parën siç e lam dhe më herët. Receta e parë, një tortë e shijshme shumë e përgatitur me marmaladë pjeshke, të cilën mund ta bëni gati pra siç e pat për 10 minuta. I futeni punës dhe mbaron shumë shpejt. Një pjesë e ka vendosur zonja Vjollca, pjesën tjetër do ta vazhdojmë për pak për t'i dhënë atë shtresën me reçelin. Ndërkohë receta e dytë do të jetë një recetë e kripur, ku kryefjalë do të jetë fileto e pulës, por jo vetëm, edhe specat edhe ullinjt dhe me një bazë, siç tham më herët, kuskus për ta plotësuar si pjatë dhe për ta bërë shumë të shëndetshme dhe të shijshme. Zonja Vjollca po i vë të gjitha gjërat gati në vi, ndërkohë ne mund të shohim recetën zonja Vjollca? Ja tregoj teleshikuesve recetën e dytë? Po. Dhe nëse duhet të rregulloj temperaturën këtu, ta rregullojmë pak këtu, ta shtojmë. Po. Në rregull. Receta e dytë për sot është kjo. Ja, ku është 450 gram gjoks pule. 1 lugë gjelle miell për pudrosjen e mishit. Kemi gjithashtu verë rreth gjysmë gote në mos gaboj, se nuk arrit do ta lexoj. 2/3 speca mix ngjyrash. Kemi një qep të kuqe, 60 gram ullinj, krip piper të zi, 1 lugë gjelle majdanoz, dhe siç tham dhe më herët, mund të shoqërohet me pak kuskus. Këta janë përbërësit, shohim vazhdimin e recetës, unë do afrohem pak te zonja Vjollca, ndërkohë. Po. Tani kemi 2 tigan. Këtu kemi vendosur mishin, të pudrosur me pak miell. Këtu filloj me qepën. Ndërkohë, kemi dhe verën që do të shuajmë mishin. Këtu kemi speca, të cilat do t'i presim kështu pa ato damarët. Dhe më pas në shirita. Me vezët mbaruan punë, edhe me miellin mbaruan punë, sheqeri plur është për më vonë. Këtu kemi ullinjt, kemi një gotë të tillë kuskus, ku do të hedhim pak vaj, krip, edhe një qik ato, të ullim temperaturën ato që ati ke mishi. Dhe 2 gota të tilla, jo plot, qik më pak, me ujë shumë të nxehtë. 1-3 çerek do hedhum, se mund të ketë edhe një qik lëng. Ja, kaq. E trazojmë, vendosim një pjatë sipër dhe lëm që kokrat e kuskusit të hidratohen. Mund të hidhni këtu brenda kurkuma, nëse dëshironi, po të ketë kështu perime me ngjyrë jeshile, unë s'kisha që të japin pa kontrast. E lash thjesht. Shumë mirë. Shikon. Sa të zverdhen ato, do të hedhim verën. Këtu fillojmë hedhim specat. Verdën pak këto në mes. Pastaj do t'i bashkojmë të gjitha në një tigan. Në rregull. Ja, këtu.
Edhe pak besoj zonja Vjollca duan këto, një dy. Okej. Po e lë këto. Edhe ta rrotulloj më vonë. Sa bukur në qenë këto specat. Janë shumë qishme këto. Këto hajnë dhe gjalla. Shumë të mirë. Tani, hedhim këtu pak krip. Dhe këtu pak piper, i largojmë ato. Edhe mund ta marrim atë. Ta sjell. Po. Moment. Tu e kemi dhënë punën përpara. Shkëlqyshëm. Kemi dhe ullin për të hedhur, po në fund fare. Tani bjera të tavën. Edhe këtu apo këtu? Këtu këtu. Shumë mirë. E shohim tani një. Ndërkohë, zonja Vjollca, pra si shtam dhe më herët, e kishte vendosur një pjesë të brumit për të krijuar shtresa, tani po shtojmë reçelin. 3, Tham 6-7 lugë. 4, 6 thashun. Pastaj thash për ndonjërin që e do më shumë, 7. Deri tani jemi ke 4. 5 i kam mbush mirë këto, që mos ju mbetet hatri fare. 5 ja dhe një 6. Kaq mjafton. Isha shumë e saktë. 300 gram pojër i keni hedhur. Edhe tani do të hedhim brumin. Nuk përzjeva speca. Ulja çik temperaturën. Zonja Vjollca duhet i shuaj tani me verë? Po, hidhja verën tani. Tani të shtojmë verën të gjithën, a? Po. Në rregull. Edhe ëmbëlsira është gati për të vendosur në furrë. Më falë, Katerina, nuk lash fare, po... E pash. E pash, ta me çardhimbje që e tha. Se shëndoshesh, Katerina. Do ta ha të pjekur sot. Po, do ta ha të pjekur. O, zot. E pash, të. Tani vendosim në furrë. Asishte e nxehtë? Ra temperatura tani. Ja ta bëjmë sa që duhet. Shumë mirë. Unë e bëra 20, po dhe ke 15, mendoj që gati do tjetë. Shumë mirë, tani të vendosim kapakun që të dyjave këto. Këtu do bëhet qik si me salcë. Dhe pastaj do t'i bashkojmë të dyja së bashku. Do hedhim një rullin këtu, po një qik më vonë, jo tani. Hodhëm këtu krip, piper të zi. Po. Ja. Bëjmë gati dhe ullint. Kam shumë ullin këtu, po. Po heq edhe marmalatën, ta lë këtej. Po. Dhe kemi dhe ullint zdrava në fokus për këtë recet. Shkëlqyeshëm. Tani i di që do prisje shije tjera, po merr një ulli se bën shumë mirë. Unë do ta marr një ulli. Janë tamam si kumblla. Janë shumë mirë, vërtet. Shkëlqyera. E kontrollojmë njërë që bëhet tu, shumë.
Shirita pule. Këtë lam mjaftueshëm për ta avulluar alkoolin, ë? E lam, kështu që 2 minuta mjafton. Do shteroj kjo akoma. Jo e thatë fare, po t'jetë pak si salcë. Shirita pule me speca dhe ullinj është receta e dytë, do ta shohim edhe një herë tjetër me shkrim bashk. Çfarë duhet kemi gati? Zonja Vjollca do shtoj tani ullinj. Kaq, mjafton. Në rregull. Atëherë, ushtuan dhe ullinj. Kemi 450 gram gjoks pule, një lugë gjelle miell për pudrosjen e mishit. Kemi verë të bardh, 2-3 speca mix ngjyrash, një qep e kuqe, 60 gram ullinj, krip piper të zi, një lugë gjelle majdanoz dhe mund të shoqërohet me pak kuskus. Kjo pjatë pra shkon të shoqërohet kështu, se jot mos e shijoni në këtë formë. Kjo është përmbajtja e recetës dhe pak a shumë të gjitha janë vendosur në vi. Zonja Vjollca ka bërë gati dhe kuskusin në një enë tjetër, në një enë kemi fileton e pulës të gatuar mirë të shuar me verë, dhe në anën tjetër pra në tiganin e dytë është me speca, me qepën, me ullinj që japin shumë shije të mirë recetave. Dhe dal nga dal bëhemi gati për t'i bashkuar dhe për t'i montuar të gjitha. Këto pra ishin 2 recetat e ditës së sotme këtu në Shije Shtëpi, 2 receta fare të thjeshta, as pak të mundimshme, të realizueshme nga të gjithë. Ndërkohë, më lejoni të shohim pak çfarë ka ndodhur në botror, sepse vazhdojnë emocionet e bukura të këtij kampionati. Atëherë, të kujtojmë që dje janë luajtur ndeshje shumë të mira. Francë, Suedine, në fakt e diskutuam edhe këtu me njëri tjetrin që pritshmërit po ishin të tilla që do të fitonte Franca dhe me sa kam parë ka fituar 3-0, apo jo? Deri ke goli i tretë isha zgjuar, pastaj më zuri gjumi. Ka qenë mjaftueshëm. E more vesh domethënë që nuk ndodhte që të fitonte Suedia. Pra, po jam me Francën, nuk jam me Brazilin. Je me Gjermaninë. Isha. A e ndrove? Çek mut kot, po ton u zdori pa. U bëre me Francën tani. Tani me Gjermaninë. Ç'ke me Brazilin? Si? Pse nuk bësh me Brazilin? Vetëm se nuk më mbështet e ti për Gjermaninë. Po si mund të mbështet ti nuk je tifoze dhe thua... Jo, isha tifoze, unë thash. Jo, se me ka bërë... Ja, shiko. Unë e pash Brazilin për ty. Pikërisht. A më the kështu të bëj me Brazilin për teje? Një gjysmë ndeshje e pash për të respektuar ty. Edhe s'pëlqeu Brazili dhe thes po bëmë. Dhe ti mua më the, Ritani se do zihemi. Jo. Dhe ti mua më the, jo, inshallah Gjermania nuk fiton. Gjermania kam qenë që kalama unë kundër, nuk është se bëra sot. Mirë. Unë që fëmijë i vogël, pastaj, si mund t'jem unë pro-Gjermanis kur një tifoz Gjerman takosh, 7-1, si normal që s'do jesh me Gjermanët. Që duhet ty me tifozat të shikon ndeshje? Jo, është historik kjo e futbollit. Nuk digjet e shikon. Ule në minimum. Do që specat. O, zot. Kështu është po të flasë që kej digjen specat. Nuk e dua Gjermanin. Nuk bëhet fjallë. Dhe po thoja, Franca do me thëmë fitoja, si s'më del kjo listë ka përmbarë tani. Ndërkohë Meksika me Ekuadorin. Meksika, bravo, shumë mirë, 2-0. Norvegjia ka fituar, po Norvegjin e pash. E pash ai Haaland është i rrezikshëm. Edhe kam përshtypjen apo jo arbit që ndeshja e radhës për Brazilin dhe shumë interesante. Na bie me Norvegjin apo jo? Do fitojmë thua. Mirë. Qysh më tha arbitri mu? Ta shumë qa u bë me Gjermanin. Hajt, bëj misionin ti se flasim për Gjermanin. Dje. Iku, tha, previ biletën, iku, tha Gjermanin. O, zot. Kurse për sot, tani, qëfar kemi sot? Një moment të lutem. Angli-Kongo dhe Belgjik-Senegal. Angli-Kongo do t'jetë në orën 18, Belgjik-Senegal në orën 22. Orare fantastike, shumë të favorshme për t'i parë. Të dyja këto ndeshje që besoj tifoz të Anglis ka plot në vëndin tonë. Edhe Belgjika jo keshtë. Tani kur kjo është salsa, kaq, do t'i transferojmë. Më mirë të qojmë këto këtu.
Do më ndihmosh ta heqësh që këtë? Perfekt. Më kujtoni pak se në orën 18 që nga ndeshja, kur I bie tjetë programi l'Amerika, se ka një shpërndarje tani prej orareve të ndeshjeve, në orën 5 keni shumë mirë, se që atëherë po themi nisë për kushtimi maksimal dhe me programacionin të TV-Klan për të ndjekur të gjitha të rejat më të fundit në lidhje me kampionatin botror, për të bërë analizën dhe për të shqyrtuar se si po luajnë skuadrat në këtë kampionat. Ndërkohë, shumë fare pak majdanoz, jo 2 lugë, 1 lugë, ja, ku është luga tjetër, sa t'i dhënë qik kolor kështu të gjelbët, freski, dhe tani, si ta servirim. Do marim 2 lugë. Më falë, Katerina? Qa u bërë? U bërë pis? pak. Lava duart. Kush e kështë parë, no? Jo, I lava duart edhe I thava. Tani, para se këtë marim kuskus, e thërmojmë me majën e një piruni. Shipe si është bërë? Ruza, shi? I mrekullushëm, ka mjaftushëm, krip, ka edhe vaj ulliri. Kështu duhet jetë, jo të dalit topa. I ngjeshur. Tani, hedhim këtu, ja, 1, 2 mjafton kaq, ose mund të bëni një grop në mes, ose mjafton që ta mbuloni dhe e merr vetë pastaj me pirun. Këtë e fikim. Marë në një lukë tjetër? Mirë, ma merë, hajtë, se ke merë akti se bëhet kështu. Jo, që mos na vishet me kuskus, mendova. Ajo dhe mund t'hidhet ke kuskusit të razojnë bashkë, po ne po dëshirojmë që t'jemi estetikisht shumë mirë. Përndesëm. Ja. Shumë mirë. Jo shumë mirë, po shkëlqyr shumë mirë. Shaj gropa ishte shumë e madhe, ëmbëlsira po gatuhet atje, po piqet. Dhe receta e dytë përfundon. Puna kjo ishte. edhe ju bëft mirë ngopini dhe stërngopini. Madje është një pjatë ku personi mbahet me hatër. Kush? Arbi që ka mund ke shtëpia. Aty mbushet pjata plot. Arbitësie. Gëzohem. Ja. Po, më pëlqen bluzja. Po kush është aty, më fal? Unë nuk I kam ndjekur këto animet. Jam brez tjetër, jam brez Walt Disney. Pocahontas, Mulan, Ariel, këto kanë qenë të fëmijërisë time. Jo, nuk e kam ndjekur Dragon Ballin. Kam parë, sigurisht, po nuk është e preferuara ime. Paçi. Tani një vështrim aty ke ëmbëlsira. Mendoj që është pjekur, pjesa poshtme pa diskutim, ka letrën, temperatura vazhdon të jetë nga fillimi deri në fund 180 gradë, dhe vetëm sa të marrë edhe një çik ngjyrë karamel në sipërfaqe, se nuk është aq karamel, apo është ka filluar të marrë një ngjyrë të lehtë, por besoj se nuk është e përfunduar. Tani nuk ulet kjo më. Në rregull. Po, mirë është, hajtë. Mendon se është gati? E provojmë ne është gati. Do e bëjmë me shkop. Ne kemi kollaj fare atë punë. Okej. E shohim. Receta e parë po ju e jap me shkrim për të gjithë ju që mund të keni ardhur me vonesë apo tani vendosë të shënoni. Keni 3 vezë, një majlugë krip, 150 gram sheqer, një pako vanilje, 120 ml vaj farash, 150 ml qumësht, një pako pluhur pjekës, 290 deri në 300 gram miell. Kemi marmalat pjeshke dhe nëse doni shtoni sheqer pluhur. E sigur që marmalata nuk ka rënë në fund,
edhe nëse nuk do të kishim letrën pjekje sot, garant, mund ta kishim blyer me vaj, spërkatur ose me gjalp, spërkatur me pak miell. Unë kur e lyej me gjalp, e vendos në akull dhe ajo bëhet akull edhe gjalpi. Ngrin pak. Mbasi e nxjerr, e pudros me çik miell dhe ajo nuk ngjit. Në raste të rralla. Kurse kështu mund të kursejmë gjalpin e gjitha. Dhe për shpirtin tim, unë jap edhe çik karamel kësaj, pak më të errët, një 7 minutë. Ashtu e bëjmë. Por qeshia është absolutisht e mrekullueshme, mbasi të ftohet plotësisht, jo e vakët, se nëse do ta pudrosim tani me sheqer plur, ajo menjëherë nga të nxehtit do lëngëzohet, do kthehet në ujë. Ndryshon, po. Bravo. Kështu që kur ti të ftohtë, nëse dëshironi e pudrosni, nëse jo, pa shumë efekta të holla, e servirni shkëlqyeshëm me një pije të ftohtë. Qoftë këtë që. Shoqërojeni me pijen tuaj të preferuar që mund të jetë një ama, mund të jetë një ama iced choco, një ama iced coffee, mund të jetë kafe ekspres nga ama, kafe turke, ka shumë nga ata që nisin fakt mëngjesin e tyre me kafe turke, pse jo? Dhe keni 3 variante ekonomike, klasike dhe premium nga ama kafe. Të gjitha të disponueshme me përkujdesjen e ama dhe mendoj që kush i zgjedh dhe kush i pëlqen nuk e ndan dot më një amën, po themi nga dita e tij ose e saj. Shijojeni dhe këtë ëmbëlsirë në këtë formë është një mënyrë shumë e mirë në fakt. Është edhe për mëngjesin, edhe për pasditën, kjo në varësi të preferencës se kur shijoni më shumë kafen. Ja, këtu i keni të dyja, e mbushni pak kuskus dhe tavolina plot. Mund t'i vendosim në 2 pjatanca, veç e veç, se cili merr sa i hahet. Sigurisht. Edhe nuk të pronë në pjatë. Të dyja, të dyja recetat në rrjetet sociale, të dyja do t'i gjeni pas pak. Këtë do t'a shojmë të prerë në fotografi, por sa të ftohtë. Të lumshin duart e arta. Faleminderit shumë dhe ty për ndihmën, ndryshe unë këtu e bëj kazanin plot me enë. Të lutem. Është merit e Katerinës. Bëj një qarkullim të shpesht këtu, po besoj nuk ju bezdisa s'pak që iki sa ndej, sa këti, për të ndihmuar sadopak. Në rregull. Pas pak ne do të jemi me të ftuarit. Do të flasim për valën e të nxehtit, që në fakt e nisi dhe zonja Vjolca pak më kur nisëm programin. Vala e të nxehtit që e ka përpir Europën. Vende të ndryshme si Franca, Spanja, po e vuajnë jashtëzakonisht shumë temperaturat e larta, ekstremisht të larta, mbi 41, mbi 42, të cilat kanë shkaktuar probleme shëndetësore tek qytetarët, madje edhe humbje jete. Ne do të bëjmë pas pak edhe një lidhje me shërbimin meteorologjik, do të mësojmë se si do të jetë moti në vazhdim, si do të jetë në përgjithësi kjo periudhë, do të ketë temperatura më të larta se çfarë jemi duke përjetuar dhe më pas çfarë duhet kemi parasysh për shëndetin, me shumë rëndësi. Përshëndetemi dhe takojmë nesër. Bashkë miropafshim, suksese, faleminderit.